befasohemi në momentin e fundit. Zonja Gashi, keni përjashtuar si parti politike AKN nga diskutimet për presidentin. Kemi përjashtuar AKN nga diskutimet për president, sepse AKN-ja ka pas një kryetar partije i cili ka pas aspirata për të bërë president. Kështu që shumë normale po shumë normale, nuk mund të diskutosh me dikën që ka ambicie të bëhet president, është shumë normale kjo punë. Kështu që kur AKN-ja vendos mos ta kandidoj ose mos ta shfaq ambicien për të bërë president. Por i ka 6 vota, i ka. Po i ka 6 vota, po është shumë e rëndësishme që partneriteti të jetë me partitë më të mëdha, të cilat i kanë në fakt numrat. Po flasim për 22 deputet. Pse të mos jetë shembull Ramush Haradinaj të president? Unë nuk po gjykoj që Ramush Haradinaj nuk aspiron më bë president. Ne nuk kemi mbështetje për zotin Haradinaj për president. Si parti. Po, është kjo për shkak të gjuhës së tij të përdorur nga kryeministri Kurti ka pasur fjalë të rënda. Nuk ka të bëjë vetëm me gjuhën e përdorur, shumë e rëndësishme që Republika e Kosovës ketë një përfaqësim që reflekton kërkesën dhe frymën qytetare, por mbi të gjitha një person i cili përfaqëson denjësisht Republikën e Kosovës. Tani sa i përket kritereve se çka duhet jetë presidenti, mendoj që tashmë kemi mjaft